Dëshmitari Skender Racaj tha të enjtën para gjykatës themelore në Prishtinë se i akuzuari për krime lufte Gavrilo Milosavljević ka marrë pjesë në masakrën e Dubravës më 1999. Ish-gardiani Milosavljević akuzohet edhe për keq trajtim të civilëve shqiptar në burgjet e Prishtinës, Lipjanit e Dubravës. Para trupit gjykues, Racaj tha se i akuzuari ishte në kullën e vrojtimit, prej të cilës ai dhe të tjerë serb shtinin me armë zjarrin ndaj të burgosurve shqiptar në Dubravë. Iz kog razloga ste se setili? Šta vam... Atëherë momente për mua është shumë të prekse. Ajo konë momenti ku më ka kujtu kur o bo përshkatimi i të burgosit në fushë sportit. Gagi o konë të karova nërtë, ku ka ne urdhën për më në gjujtë me ra burgosin. Dëshmitari u shpreh se e pa të pandehurin edhe pas masakrës që ndodhi në fushën e sportit më 24 maj, kur atë dhe të burgosurit e tjerë të mbijetuar i transferuan nga Dubrava në Lipjan. Edhe tjetëri është që është ma shumë rëmë për një edhe për keqë, kur nga ka bon transferin për Lipjan, kur nga ka shtimin nga ku fomat. E shokëve tonë që i kanë vrakta, ku në mesin e ty në konë dhe i panderi shokë të tash. Dëshmitari pati edhe kontradikta në dëshminë e tij, e këtë e arsyetoi me problemet që i ka me harresën, shtoi se merr edhe qetësues me përshkrimin e mjekut. Gardianët e burgut sipas tij hynin vazhdimisht në voma dhe e rrehnin atë dhe të burgosurit e tjerë shqiptar pa arsye. E kur të burgosurit i ankueshin kryqit të kuq ndërkombëtar gjatë vizitave, sipas tij gardianët hakmerreshin me më shumë dhunë ndaj tyre. Në seancën e mbajtur të enjtën dëshmoi edhe Bajram Behluli. Ish-gardiani në burgun e Dubravës gjatë të 90-tave tha se e ka parë të pandehurin në disa raste me fotoaparat duke bërë fotografi. Pranim kur kanë ardhur burgosni, e kum pa me një aparat në dorë, të hinë pavilon pranim me bërë fotografimin e dënuar. Dëshmitari që punoi në burgun e Dubravës deri më 15 qershor 1998, periudhë që përfshin luftën në Kosovë, tha se nuk pa keq trajtim të burgosurve.